Nuk mund të ndaloj askush më, vullosja u bë. Mirë se vini në këtë hapësirë të shenjtë të vetë zbulimin. Sot do të flasim për një moment vendimtar në udhëtimin tënd shpirtëror. Një moment që shumë pak njerëz e arrijnë plotësisht. Ky është mesazhi që shpirti yt po e pret prej kohësh, vija jote kohore është e vullosur. Ndërhyrja tani është e pamundur. Kjo nuk është thjesht një frazë e bukur. Është një shpallje. Është një vulë kuantike mbi të ardhmen tënde. Është fundi i një epoke dhe fillimi i një realiteti të ri, ku ti nuk je më viktimë e rrethanave, por arkitekti i vetë jetës tënde. Le të zhytemi thellë, pikë për pikë, në kuptimin e vërtetë të kësaj vullosjeje. Pika 1. Vullosja e vijës kohore. Imagjino për një moment një fushë të madhe energjetike, një rrjet të padukshëm që lidh të gjitha mundësitë e jetës tënde. Deri tani, kjo fushë ishte e hapur. Çdo mendim i frikës, çdo dramë e jashtme, çdo manipulim emocional mund të hynte brenda dhe të ndryshonte drejtimin tënd, por tani diçka ka ndryshuar përgjithmonë. Vija jote kohore është vullosur. Kjo do të thotë se rruga jote e ardhshme është mbrojtur nga vetë fusha kuantike e universit. Është si të kesh vendosur një mburojë të padukshme, por absolutisht të pathyeshme rreth destinacionit tënd shpirtëror. Çdo përpjekje për të tërhequr mbrapa, çdo tentativë për të futur në cikle të vjetra drame, çdo zë që të thotë ktheu, nuk je gati, tani nuk ka më fuqi mbi ty. Sepse vullosja nuk është një vendim i mendjes tënde. Është një aktivizim që ka ndodhur në nivelet më të thella të qenjes tënde. Është një kontratë shpirtërore që është nënshkruar midis teje dhe burimit. Dhe kjo kontratë është e pakthyeshme. Ti nuk je më në një vijë kohore ku çdo gjë mund të ndryshojë në çdo moment. Ti je tani në një vijë të stabilizuar, ku energjia jote kryesore është e mbrojtur. Kjo vullosje sjell një ndjesi të thellë lehtësimi. Sikur një peshë e madhe që ke mbartur për vite të tëra, papritur është hequr nga supet e tua. Pika 2. Fundi i negocimit me botën. Për shumë vite, ti ke qenë një përkthyes i realitetit. Ke marrë energjinë tënde të pastër dhe ke provuar ta përkthesh atë në gjuhën e njerëzve që nuk e kuptonin. Ke ulur dritën tënde që të mos i verbosh të tjerët. Ke heshtur zërin tënd që të mos i shqetësosh. Ke sakrifikuar paqen tënde për të krijuar paqe për të tjerët. Ke negociuar me botën. Ke thënë, nëse unë bëhem pak më i vogël, ndoshta ata do të më duan. Nëse unë ul frekuencën time, ndoshta nuk do të më lëndojnë. Nëse unë marr përgjegjësinë për emocionet e tyre, ndoshta do të ndihem i sigurt. Por sot, ky negocim ka marrë fund. Ti nuk ke më nevojë të jesh përkthyes i askujt. Ti nuk ke më nevojë të ulësh dritën tënde për të qenë i pranueshëm. Ti nuk ke më nevojë të sakrifikosh integritetin tënd për të blerë dashuri ose siguri. Kjo nuk është egoizëm. Kjo është pjekuri shpirtërore. Fundi i negocimit do të thotë se ti tani po qëndron plotësisht në esencën tënde. Pa justifikime. Pa kompromise. Pa por. Ti po e lejon dritën tënde të shkëlqej pa frikë. Dhe kushto që nuk mund ta durojë këtë dritë, thjesht do të largohet natyrshëm. Pika 3. Të bëhesh i paprekshëm. Tani po hyn në gjendjen e paprekshmërisë. Kjo nuk do të thotë që nuk do të ndjesh më asgjë. Nuk do të thotë që nuk do të kesh më emocione. Nuk është arrogancë ose mbyllje ndaj botës. Paprekshmëria është një gjendje frekuence. Kur frekuenca jote është aq e lartë dhe aq e qëndrueshme, negativiteti i jashtëm thjesht nuk gjen më pikë takimi me ty. Është si valët e detit që përplasen mbi një shkëmb të fortë. Ato mund të spërkasin, por nuk mund ta prishin strukturën e shkëmbit. Ti po bëhesh si ari i pastër. Ari nuk ndryshket kurrë, pavarësisht se në çfarë mjedisi ndodhet. Ai mund të jetë në baltë, në ujë të ndotur ose në zjarr, prapë mbetet ari, kështu je ti tani. Njerëzit mund të përpiqen të provokojnë, të kritikojnë, të tërheqin në drama të vjetra, por energjia jote është tani aq e pastër sa që këto përpjekje thjesht rrëshqasin mbi ty pa lënë gjurmë. Ti nuk reagon më. Ti nuk mbrohesh më. Ti thjesht je. Dhe në atë, thjesht je, qëndron fuqia jote më e madhe.
Pika 4. Integriteti dhe sovraniteti. Ke kaluar nga gjendja reaktive në gjendjen sovrane. Deri tani, mjedisi të kontrollonte. Një mesazh i keq, një vështrim i ftohtë, një situatë e vështirë dhe ti menjëherë reagoje, ndryshoje frekuencën, humbisje qetësinë. Tani, ti je ai që kontrollon mjedisin tënd përmes frekuencës tënde. Ky është sovraniteti i vërtetë, ti po qëndron në integritet të plot me veten. Çdo vendim që merr, çdo fjalë që thua, çdo kufi që vendos, vjen nga një vend i thellë integriteti. Dhe kur je në integritet, nuk ka më luftë të brendshme. Nuk ka më dyshim. Nuk ka më nevojë për miratim të jashtëm. Kjo sjell një qetësi të brendshme aq të thellë, sa edhe nëse bota përreth është në kaos total, ti mbetesh i qetë në qendrën tënde. Si syri i stuhisë. Stuhia mund të tërbohet rreth teje, por brenda teje është paqe absolute. Pika 5. Aktivizimi somatik. Tani do të bëjmë diçka shumë të fuqishme së bashku. Vendos dorën tënde të djathtë mbi zemrën tënde, pikërisht mbi qendrën e gjoksit, aty ku banon drita jote shpirtërore. Mbyll sytë për disa sekonda dhe merr një frymëmarrje të thellë. Dhe tani, me zë të qartë, me bindje të plot, deklaro këtë. Vija ime kohore është e vulosur. Përsërite këtë 3 herë, çdo herë më fort, më thellë, më bindshëm. Ndjej si këto fjalë po dridhen në çdo qelisë të trupit tënd. Ndjej si sistemi yt nervor po e regjistron këtë të vërtetë të re. Ndjej si në ndërgjigja jote po e pranon këtë vulosje si realitet të ri. Kjo nuk është thjesht një afirmim. Është një aktivizim somatik. Trupi yt po e merr mesazhin. Zemra jote po e vulos atë. Pika 6. Rezultatet që do të shohësh. Ndërsa vazhdon të jetosh në këtë frekuencë të re, do të fillosh të vëresh ndryshime të mrekullueshme. Njerëzit toksik, ata që të tërhiqnin në cikle të vjetra, do të largohen natyrshëm. Pa debate të mëdha. Pa shpjegime të gjata. Thjesht do të zhduken nga jeta jote. Mundësitë e reja do të fillojnë të shfaqen sikur universi po të përgjigjet drejt për drejt. Do të tërheqësh njerëz që janë në të njëjtën frekuencë me ty, njerëz të integruar, të qetë, të fuqishëm. Do të ndjesh një nivel të ri të qartësisë mendore dhe paqeje emocionale. Dhe më e rëndësishmja, do të ndjesh se je më në shtëpi me veten se kur më parë. Mbyllje. Vija jote kohore është e vulosur. Ndërhyrja tani është e pamundur. Ti ke arritur një nivel pjekurie shpirtërore ku ti je arkitekti i vetëm i realitetit tënd. Mos u kthe më mbrapa. Mos u ul më poshtë. Mos negocio më me botën për atë që je. Qëndron në dritën tënde. Qëndron në fuqinë tënde. Qëndron në sovranitetin tënd. Dhe universi do të përgjigjet në mënyrën më të bukur të mundshme. Faleminderit që ishe këtu sot. Nëse ky mesazh të preku, mos harro të lësh një like, të shkruash në komente vija ime kohore është e vulosur dhe ta ndash me ata që ndoshta po kalojnë të njëjtën zgjim. Ne do shihemi në videon tjetër. Qëndro i vulosur. Qëndro i paprekshëm. Qëndro ashtu siç je.